Përshëndetje nga komuna e Haraçinës. Në vazhdën e ciklit të emisioneve Komuna ime kemi vendosur që të vizitojmë komunat dërmuese shqiptare të cilat jo më larg se 19 tetori zgjodhen drejtuesit e rinj. Komuna shpeshherë kur vije të flitet për ata se si reduktohen të dhënat për komunat, dalim në statistika, dalim në percepcione dhe dalim në premtime. Mirë po, një narrativ tjetër të cila e vazhdon pjesën e asaj se cilat janë premtimet e bëra dhe sa realizohen, është impakti i projekteve të cilat ata rezultojnë në fund për të mirën e qytetarëve. Jemi sot në komunë të Haraçinës, ku do të diskutojmë me kryetarin aktual të kësaj komune, Daud Beqirin, për atë se çfarë tha më datë 19 tetor të vitit 2025 për premtimet e cilat ai I bëri gjatë fushatës zgjedhore dhe çfarë po punon realisht në teren. Pas pak do të keni mundësi të ndiqni pjesë të projekteve të cilat janë realizime sipër dhe më afër do të na njofton edhe vetë kryetari se çfarë po punon duke vizituar edhe projektet në vend ngjarje. Na ndiqni. Zotri Beqiri, të falenderojmë shumë që pranove që të vizitojmë disa vend punime në komunën e Haraçinës, ku jemi më pranë qytetarëve mbas të asaj që e dim se më 19 tetor kishin fushatën zgjedhore dhe premtimet e gjithë kryetarëve të komunave dhe sinqerisht ju falenderojmë që ishit gatshëm që të vizitojmë teren pjesë të projekteve të cilat realizoni e ku po ballafaqohen vizion institucional me atë praktik në teren. Mund të na thoni paravorësisht shkurtimisht disa pika të asaj se çfarë hapa janë ndërmarrë, çka po punohet edhe pse në 6 muajin e parë ishin një ndër kryetarët që kishit projekte më shumë të hapura sa I përket investimeve në komunë. Pikës parë ju falenderoj edhe juve që keni nda kohë dhe na keni vizitu, jeni të mirëseardhur çdo herë në komunën e Haraçinës. Siç e potencuat edhe ju, domethënë edhe gjatë fushatës zgjedhore ne kena bërë një fushatë se vim nga mesi qytetarëve dhe kemi ditë se qytetarët mos së tepërmi me çfarë probleme ballafaqojnë dhe I dim problemet që I tangojnë mos së tepërmi qytetarët. Edhe dim se ne si komunë ekzistojmë që 30 vite, nga viti 1996 dhe ende ballafaqohemi me kushtet elementare, domethënë me ujë sjellës, me kanalizim dhe me të tjera. Përse kemi hyrë në komunë, pam se komuna ballafaqohet me borxhe të konsiderueshme, e kemi gjetur 21 përmbarues, por nuk na ka ndalu asgjë, domethënë më njëherë kemi startu me punë Haraçinë dhe më njëherë kena filluar këto gjërat bazike që janë ujësjellsi, kanalizimi, rikonstruimi rrugëve, ndriçimin publik, kena filluar dhe të punojmë. Pikës parë jemi fokusuar në ndriçimin që qytetarët të kenë më tepër siguri, kanalizime fekale dhe atmosferike paralelisht në të gjithë rrugët e Haraçinës jemi duke punuar, mirë po sistemi I ujësjellsit problemin më të madh kemi pas te uji përpije se kemi gjetë një sistem të stërvjetëruar dhe më njëherë kemi filluar që të sanojmë defektet dhe kemi pasur që ka mungesë komuna e Haraçinës sa I përket ujit. Kena angazhuar hidroinxhinier, domethënë inxhinier të ujrave dhe në teritorin e komunës së Haraçinës kemi bën kërkesë që komunë të gjejmë burime të ujrave dhe kemi 3 lokacione në fshatin Mojancë në kuadër të komunës së Haraçinës që kemi gjetur që ka burim të ujit të mjaftueshëm që mund domethënë të gjithë banorët e Haraçinës të kenë ujë të mjaftueshëm. Dhe kemi në plan se siç e dimi duhet procedura të kalojnë, të morrmë pëlqime edhe prej institucioneve të shtetit dhe së shpejti do të fillojmë me shpimin e 3 puseve në Mojancë. Sa është e vështirë kryetar, për shembull, momentin kur e morët përsipër me guximin tuaj që të jeni udhëheqësi një institucioni I cili përfshin shumë banor këtu në komunë të Haraçinës, duke ditur edhe mbas të ardhurave të cilat I kanë komuna, do thotë buxheti I saj si komunë, sa është e vështirë do thotë ato që e keni projektu do thotë të realizonin në bazë kur dilni në teren në probleme siç e cekot ju që fillimisht ndoshta keni menduar të bëni një rrjetusjellsi diga tjetër, mirë po tani duhet merreni me sanime. Sa është kjo do thotë pengesë për të çu vizionin e juaj deri në fund? A ju bën kjo përshtypje për shembull që nuk mund ndoshta 100% të angazhoheni në atë që dëshironi ju? Nuk na bën as pak pengesë, ne jemi të motivuar 100% për punë dhe kemi një ekip të mirë, një strukturë të mirë, domethënë që bojnë rregullisht projekte edhe kërkojnë mjete nga institucionet shtetërore, nga drejtoritë, nga ministritë, nga ambasadat e huaja, nga I pafundet. Dhe paralelisht domethënë që 8 muaj, 9 muaj u bën që kena marrë mandatin, punët kanë ecur deri tash
siç duhet, punohet në çdo rrugë të Haraqinës, punohet në fshatin Grushin, punohet në fshatin Arllans, mirë po e potencova edhe më herët, domethënë qytetarët u kriju monotoni të qytetarët vetëm u sjell kanalizim. Paralel me këto ne kemi filluar edhe parkun në Haraqin, kena filluar stadiumin në Haraqin, e kena projektuar sheshin e dëshmorëve që do të jetë në qendër të Haraqinës dhe së shpejti priten punimet të fillojnë vetëse aty. Qëllimi jonë është të punojmë, të realizojmë sa më tepër projekte, të përmirësojmë kushtet e jetesës në Haraqin, se i dim problemet e Haraqinës dhe e dim problemin kyç të Haraqinës që rinia jonë po ik. Do të thonë kemi migrim të brendshëm edhe të jashtëm. Ikin në kryeqytet në Shkup, po më së shumti ikin edhe në shtetet evropiane, më së shumti në shtetin e Gjermanisë, Austrisë, Zvicër. Dhe për të bën parandalimin e atyre të rinjve që mos të ikim, ne jemi fokusuar që të realizojmë sa më tepër projekte që dalin shembull të Haraqinës familjarisht me fëmijë, të kenë një park në Haraqin ku dalin shëtisin për rekreacion, të kenë stadium, të kenë shesh. Edhe është e dhimbshme kur e dim që Haraqina ka natalitetin një ndër komunat që ka natalitet më të madh sa i përket viteve të fundit, do thotë shtohet numri i trinjve në këtë komunë, gjë që është pengesë në komunat e tjera ku kanë moshën shumë më të shtyrë se sa komuna e Haraqinës. Pikërisht, edhe me statistikat e fundit, do me thonë ne si Haraqin për ka numri natalitetit, për ka lindja e fëmijëve, jemi lider në nivel shteti. Dhe kjo na obligon edhe më tepër edhe na motivon edhe më tepër që të punojmë rregullisht, të japim maksimumin në Haraqin, që të spoku të kenë kushtet elementare të Haraqinës, që mos të detyrohen të lënë shtëpitë e tyre dhe të migrojnë jashtë. Kryetar, atëherë një sfidë për juve do të jetë këtë brenda kësaj minutazhe të vizitojmë disa nga vendpunimet cilat janë thelbësore për qytetarët e kësaj komune, do thotë të shohim se çfarë po bëhet me ujësjellsin, çfarë po bëhet me stadiumin që e cekët ju, mandej problemi tjetër është edhe deponia e cila duhet gjendë zgjidhje për atë, marr parasysh atë që ju do të realizoni brenda këtij mandati. Mund shkojmë të vizitojmë vendngjarjet? Patjetër jemi të gatshëm edhe tash mund të shkojmë. Kryetar, tash jemi rrugës kryesore të Haraqinës, ku kjo rrugë ka marrë tash po një pamje siç duhet infrastrukturore. Na thoni çfarë bëni për sigurinë në komunikacion, por parasysh rrugë, ndriçimin publik, që banorëve t'ju bëhet pak më sigurt, do thotë lëvizja në këtë komunë. Po siç më shihni edhe ju bile nga marrja e mandatit me ne të fokusuar te rrugë kryesore, te trotuarat dhe te ndriçimi publik. Edhe kemi në plan tash kemi mua dhe projektet edhe këto vende që nuk kanë trotuar, i kemi planifikuar çdo cep që të ketë trotuar, më tepër siguri për qytetarët, për nxënësit, për prindërit dhe për çdo qytetar që kalon çdo ditë nëpër Haraqin. Dhe duke ditur se këtu e kemi shkollën fillore, këtu kemi shkollën Djergj Kastruti dhe afër është edhe shkolla Abdel Frashëri dhe kemi mbi 2000 nxënës këtu. Duhet patjetër të kemi infrastrukturë sa më të mirë për siguri sa më të lartë të nxënësve. Po, edhe kushtet zakonisht nuk është problem gjatë kohës verës, sepse ndoshta edhe mund të ecin edhe mund këtë kondicion, do të tek fëmijë. Mirë, po gjatë periudhës dimrit është pak e rrezikshme por lëvizin zonat pasi që kanë një distancë më të madhe, do thotë që duhet të ecin sepse janë vetëm ka dy shkolla këtu. E keni përmendur gjatë fushatës që do të shqiptohet mundësia në bazë të Ministrisë së Arsimit për shkolla shtesme më pak klasa, do thotë për fshatrat të cilët janë më larg Haraqinës. Po edhe kena bërë kërkesë dhe të Ministria e Arsimit, e kena një lokacion dhe me thonë që e kemi urbanizuar për shkollë, e kemi projektin finalizuar dhe e kemi dhënë edhe leje ndërtimit, me thonë e kena bërë kërkesën të Ministria e Arsimit, se edhe ato na kanë thonë që në koncepti për të ardhmen për shkollat fillore është që të jetë qëndrim tërditor. Dhe ne dimë me thonë që nga viti 90 e Gjosh Presi është po komuna e Haraqinës me ato objekte që kemi fillu, ende punojmë me ato objekte. Një shkollë plus nuk e kemi po. Edhe atë kemi fokus edhe kemi prioritet që një ditë e më herët të kanë ndihmuar pushtetin ekzekutiv dhe ta ndërtojnë një shkollë tjetër. Kryetar, problemi është pak edhe me transportin e nxënësve. Është problemi i theksuar që ndërlidhen komunë të Haraqinës, marr parasysh distancat që kjo që juve përmendni që do të hapet mundësia për shkolla shtesë, do të zvogëlojë ndoshta distancën atyre që do të vinë nga fshatrat e Haraqinës. Apo bëhet diçka për transportin publik, transportin e nxënësve, për parasysh kuadër të sistemit arsimor, të sigurohet transport apo thjesht ketë edhe linja transporti më shumë në komunën e Haraqinës?
Po, edhe këtë e kemi pas prioritet edhe kemi pas zotim gjatë fushatës se kjo ka qenë një problematik në Haraqin, sidomos për licencën. Edhe si që po të cuva më herët për këtë shkollën që planifikojmë të ardhmë ta ndërtojmë, derisa të ndërtuar shkollën ne edhe ligjërisht jemi të obliguar si komunë, do të thonë mbi 2 kilometër që janë në distancë nga shkolla, patjetër kemi nëzatëve që t'ju sigurojmë transport dhe vetëm se ju kemi siguruar funksionon një minibus për bartin e nëzatëve. Sa ju përket përgjithësi transportit publik nga marrja e mandatit, kina bo kërkesë më një herë edhe në qytetin e Shkupit dhe mirë që pozitivisht na kanë kthy kërkesë dhe për momentin janë shtuar linjat dhe çdo 20 minuta në Haraqin kemi transport publik. Infrastruktura shqipe që është punu. Flasim për trotuarët, të cilët janë në pave, ndryqimi publik shqipe në rend. Çka ka më rëndësi Haraqina sa i përket aspektit infrastrukturor? Nuk është sipas asaj që ne ndjekim nëpër lajme, nuk është një vend që ndodhet shumë shpesh aksidente. Mirë po, çka është strategjike për infrastrukturën e Haraqinës? Pasi të dim që edhe shumë tegzimet rrugëve janë pa asfaltuara, do të thotë është ajo prioritet i qeverisë së Sulj. Po është prioritet se ne jemi të pajtuar me komunikimin e mjet Haraqinës kryesore dhe këtu kemi investuar, më thënë ka edhe trotuare dhe asfalt të janë të mira, po mirë po tash jemi fokusuar dhe jemi të punuar vetëse në për rrugë në për Haraqin. Në fillim mandatit tremjorshin e parë rrugën 14 e kemi asfaltu, për momentin në rrugën 11 jemi të rekonstru, vetëm se para asfaltimit jemi të punuar me standard evropian. Jemi duke realizuar kanalizimin atmosferik dhe fekal. Qytetarët pasi po asfaltohet të prishin prapë asfaltot, por njerë ta bëjmë infrastrukturën e plot toksore, pastaj të shkojmë me asfaltim. Dhe këtë jemi të praktiku në çdo rrugë, në çdo cep të Haraqinës. Ato që na ndjekin, po besoj që kanë ju lind një pyetje, si ka mundësi Haraqina të nisë kaq shumë projekte, duke ditë buxhetin e komunës. Ai bie kjo që po të fondet nga Bashkimi Evropian, pasi që e cekët edhe ju që duhet bëhet standardi sipas Bashkimit Evropian, që nuk guxon të vizish pak nga e standard, sepse është realisht e paralizueshme me buxhet komunal realizohen gjithë këto projekte që ju i përmend. Definitivisht kanë filluar shumë puna në Haraqin dhe thash kur nuk mungon vullneti i gjendë zgjidhja secilit projekt. Kur bëjmë projekte dhe kena ndihmën e plot, do të thonë mbështetjen e plot të pushtetit ekzekutiv, thithni fonde dhe të jashtme që kemi një stacion selektivit me turinave, ku tash do të shkojmë ta vizitojmë atje. Jemi komuna e parë në nivel shteti që kemi stacion për selektim të veturinave. Paralelisht punojmë dhe dim problematikat edhe dim edhe një problem kish në Haraqin është kanali i hapur. Do të thonë që 30 vite din sekretari komunave sa deputeti i kanë marrë mandatet duke u zëtuar se do ta realizojnë projektin e kanalit të hapur, kanalit famshëm Haraqin të hapur. Dhe dim se 2 faza janë realizuar, kanali është punuar, faza e tretë është faza përfundimtare dhe kanali është me gjatësi pak më shumë se 2 faza nga 300 metra, 290 metra janë realizuar. Kemi edhe fazën përfundimtare që ka 780 metra deri te shtëpitë e fundit në Haraqin. Do thotë para pasi do të rumbullaksohet gjithë pjesa e kanalizimit. Ku ka vend banim, domethënë kanali i hapur do të mbulohet. Dhe ne e dim se ajo kosto është pak më e lartë. Faza e dytë ishte 290 metra dhe ka kushtuar dikur 1.100.000 euro dhe këto 780 metra që kanë vetë kushton dikur mbi 3 milionë euro dhe këtë kemi nda projektin në 2 faza. Edhe nuk e kemi gati projektin, si ta mormi projektin ta finalizojmë. Kjo është pjesa kryetare e parë. Pjesa e parë. A mund ta vizitojmë pak, të dalim i shohim punimin në terren që po e parë. Pas prezantimit pikave të shkurtra të komunës, nisim vizitën terren me një projekt që synon të krijojë më shumë hapësirë publike për qytetarët. Ndalesa jone e parë është Parku i Ri i Haraqinës. Kryetar, kjo është hapësira ku po e realizon do thot parkun për banorët e Haraqinës. Po,
kjo është ajo pjesa që ceka edhe më herët, do me thonë ajo hapësira e pashfrytzuar, do me thonë dhe të gjithë hapësirat publike të pashfrytzuar, sidomos këtë pjesë ne jemi duke transformuar në një park modern ku do të kemi stadium, do të kemi fitness të jashtëm, do të kemi kënd të lojrave, shtigje për kopsor, shtigje për biçikleta, dhe ky është projekti, mund të them, që kanë mirëprit më së miri të qytetarët e Haraçinës dhe besoj që ka qenë më së nevojshme që edhe Haraçina të ketë një park. Dhe jo vetëm këtë parcel, të gjithë hapësirat publike të Sa metra katror përfshin kjo kryetar? 100.000 metra katror. 100.000 metra katror. 10 hektar. Që i bjet për shtatet e gjitha për nevojat banorëve si park, si qendër rekreative? Po, qendër rekreative. Dhe e dim se mbi 2000 nxënës ka Haraçina, ta kenë një hapësirë, një park. Ja mundson një piknik, ndoshta ndonjë një piknik, familje dalin të shëtisin, 20.000 banorë nuk kanë pas hapësira publike ku dalin, ku të shëtisin, ku të bëjnë mbrapërinia. Po, zakonisht edhe ne kur na kanë fëmijë na kanë çuar te Porgu i Sarajit, kur kanë shku si vizitë një ditore apo dalje natyrë për fëmijë që ju ndihmon shumë. E shoh në stadiumi ku kanë ndërtu këto. Kjo është pjesa ku do ndërtohen edhe fitnessi jashtëm. Po, kjo është pjesa ku do ndërtohet fitnessi jashtëm, aty poshtë do jetë stadiumi. A në këtë pjesë do jenë këndi i lojrave. Dhe ki shtegu rreth këto 10 hektar do ketë shteg për kompsor. Edhe të ketë qasje, shembull kur të ketë se vjetë e kemi pasur një problem në këtë hapësirë, ka pas zjarr, që të ketë qasje kur vjen edhe zjarr fiksi, që të ketë qasje rreth me qarkullu, do thot me siguru për shkak të skalimit zjarreve, se kena afër edhe deponim duket, këtu sipër është deponia. Po, se me sa kemi informacion, do me thonë këto pisha janë mbjellë në kohën e Jugosllavisë vitin 1968 dhe vjet ka pas zjarr dhe janë dëmtu si shumë, dhe tash e kemi parapo që të ketë qasje zjarr fiksi dhe kemi një autosistem në të komunës që do të rri në afërsi. Gati këtu do të rri helbet në raste që për preventiv. Po, do t'jetë e mirë kjo pjesë, pasi që do të ndihen edhe njerëzit më të sigurt këtu. Kur pravarësisht kryetare bën plan që të përmbyllet krejt kjo dhe të mund dalin njerëzit ta shijojnë këtë pjesë? Po besoj se vetë se punimet kanë filluar, do me thonë për 2-3 vite të ardhshme, besoj se do e finalizojmë në tërësi si projekt. Se e dim se kushton një kosto më të lartë, se janë 10 hektar në pyetje, dhe këtë kemi ndonë 2-3 faza. Se si do arrim të sigurojmë jetë, sa do kemi kapacitet si komunë, vazhdimsi do investojmë në këtë projekt. Kjo do t'jetë, do thotë, e gjitha në pronë komunës, është pronë publike? Po, pronë publike e komunës. Është parcele urbanizuar, është urbanizuar për park, do me thonë s'kemi problem dokumentacionit ose diçka tjetër. Gjithçka është një ingerencë të komunës, vetëm ta shpritet do thotë fondet ti menaxhoni dhe ti siguroni për realizimin e këtij projekti. Gjoço, ishte edhe premtimi i juaj gjatë fushatës zgjedhore. Po, edhe gjatë fushatës, edhe ishte njëri ndër premtimet që kanë mirëpritur qytetarët më shumë, dhe që ndoshta edhe se kanë menduar më herët edhe ish kryetar tjerë ose ish kundër kandidatët që kanë qenë pjesë. Asnjë nuk e kanë përmendur një park në Haraçinë. Dhe kur e përmendëm në fushatë zgjedhore se mund të kemi një park në Haraçinë, disa edhe nuk besojnë. Po në fillim mandatet kur japon që filluan punimet, dulen edhe ato edhe thëshin ku ka qenë kjo parcel, nuk e dishin kjo parcel ka qenë. Po thonë që se kanë pas do thotë parasysh që kjo komunë ka si vendi kështu briljant, do thotë për dalë në natyrë. Definitivisht shumica, do të thënë mbi 90% nuk e kishin ditur që ekziston kjo parcel në komunën e Haraçinës. Sot se më herët kanë qenë të gjithë të fokusuar në sjelljes në kanalizim. Pse ne si gjenerate e rej, do me thonë ta ndrojmë pak atë mënyrën e të menduarit, të kemi ide inovative. Pse mos të shfrytëzojmë këto hapësira publike, të kemi stadium, të kemi park, të kemi shesh, të realizojmë projekte ku të mund edhe rinia e Haraçinës. Po, socializimi është shumë i rëndësishëm këtë pjesë. Civilizimi, dalin të kalojnë kohë, të shoqërohen, të organizojnë evente të ndryshme. Kryetar, unë besoj që këtë park do të mund ta shfrytëzojnë pa dallim moshe çdo njeri, pasi që është një ambient shumë i bukur, e shohën edhe vet. Ka hije, ka atmosferë, do të thotë natyre, që u mundson përpos asaj që jemi mësuar çdo ditë, shohim rrugë asfalt edhe diçka tjetër. Më pëlqen kjo si pjesë investimi, do të thoja, pasi që është një pjesë bukur e madhe. Mirë po, ajo që e përmend edhe vet, më pak më sipër i kemi deponin kryetar. Është pak pjesa që banorët e Haraçinës nuk mund ta kapardin shumë lehtë këtë pjesën e deponimeve, pasi që thonë që ndizen zjarret atje, dikush i ndes me qëllim apo pa qëllim, mirë po gjë që është e dashme për
gjithë banorët, Po, përshëndetje. është shumë e dëmshme për banorët. E keni projektin për reciklim mbeturinave? Po, e kemi projektin vetëm se e kemi realizu, është në realizim e sipër ka mbetur edhe faza përfundimtare. Kemi një stacion për selektimin të mbeturinave. Unë thash faleminderit paraprakisht sepse e kam di që kam të mundu kaq shumë se nuk do të lojmë vetëm duke fol për atë pjesë që po realizon, po do të lodhim, do të çojmë edhe te pjesa e fabrikës ku do të bëhet do të thotë riciklimi i mbeturinave, por edhe deri tek deponi. Kështu që ajo faleminderit që thash unë do të kushtoj shumë pak, po do të shkojmë deri. Patjetër do të vazhdojmë tash, do të shkojmë një herë. Nga një projekt zhvillimor, kalojmë te një prej sfidave më të mëdha që përballet kjo komunë. Menaxhimi i mbeturinave dhe deponitë e egra mbetet një problem që kërkon zgjidhje të qëndrueshme. Kjo është pjesa ku do të bëhet riciklimi i mbeturinave. Po, kjo është stacioni për selektimin e mbeturinave dhe kjo objekti është ndërtuar afër deponisë së Haraçinës. Deponisë ilegale, ta themi. Deponisë ilegale afër parkut Haraçinës dhe afër kompleksit varrezave dëshmorëve. Dhe edhe më herët e potencova se jemi një komuna e parë në nivel shteti që kemi stacion për selektim të mbeturinave. Këtë projekt e kemi fituar nga IPA fondin, nga Bashkimi Evropian, kemi qenë lider të projektit në bashkëpunim me komunën e Rahovecit. Ato kanë marrë disa gropa septike, kurse ne kemi përzgjedhur që të realizojmë projektin për selektimin e mbeturinave. Këtu do të bëhet selektimi i mbeturinave, paketimi i tyre, do të selektohen domethënë metalin në veti, letra në veti, plastika në veti. Kjo është në afërsi të deponisë dhe kjo në të ardhmen besoj dhe shpresoj që do të na ndihmon shumë që ta menaxhojmë më mirë edhe deponinë që është në afërsi të. A është në funksion kjo kryetar tash për shembull, a mundën ta përdorin të punësuarit në ndërmarrjet të cilet janë për të siguruar ambientin? Këtë vetë se e kemi lëshuar në funksion, mirë po edhe fazën e fundit jemi të pritë, kemi fituar si projekt, do bëhet rrethimi i objektit me panel. Dhe këtu kemi edhe hapësirë që në të ardhmen që të bëjmë edhe një stacion tjetër për reciklimin e mbeturinave dhe për punimin, se kjo është vetëm për selektim. Po. Do të jetë brenda kësaj hapësire, do të thotë, apo do të jenë objekte tjera shtesë? Mundet edhe një objekt shtesë, këtu do bëhet për reciklim të mbeturinave dhe për punim të mbeturinave. Mirë, po e dim që nga Bashkimi Evropian në nivel shteti u fitu projekti që do të ketë 5-6 deponi rajonale. Dhe për Shkup me rrethinë është deponia e Drislës, që aty do modernizohet deponia, do bëhet riciklimi për punimi i tyre dhe do të ketë në nivel të kryeqytetit stacione ku edhe ne jemi në kuadër të atij projektit si Haraçin do I dërgojmë mbeturinat në stacionet e tyre, ta na pritet stacionet me kamiona më të mëdhenj do dërgohen te Drisla. Por ajo do të shkon projektimi dikon 2-3 vjet, realizimi 3 vjet, për një 5-6 vjet do kemi gati edhe deponinë rajonale që atëherë definitivisht 100% do zgjidhet edhe çështja e deponisë. E kryetar, kjo pjesa që pindezin zjarret, për çka po ndodh këtu në këtë deponi, apo bëhet e qëllimshme kjo për dëmtu banorët, apo cili është do thotë, a e keni hulumtu prej ka po vje kjo do thotë ky dëm ndaj qytetarëve të komunës, pasi që është gjysa në funksion, pritet bëhet me rrethimi i këtij objekti, ku detyrimisht do të përgjysmon pak punën e atyre të cilët duhet pastrojnë duke largu gjysmat e mbeturinave. Mirë po kjo pjesa që po I vnohet zjarrit, do thotë mbeturinave, është hulumtu se nga po vje kjo pjesë? Është hulumtu, po edhe ne ende s'kemi mundën ta zbulojmë se shkaktari I zjarreve kush është. Ne kemi vendosur tash edhe kamera, kemi vendosur edhe rojtar në këtë hapësirë, se sidomos në stinën e verës, rregullisht çdo vit kemi pasur zjarret e deponia. Edhe ato zjarret kur ndizën, domethënë shkojnë me javë të tëra e nuk mund të shuket zjarri. Kryetar, apo vinë njerëzit po I sjellin individ caktuar apo thjesht a keni hasë ndonjë që I organizon do thotë këto mbeturina portart për t'i hedhë këto? Sepse besoj që është pak e lodhshme të vje personalisht dikush me dy qese në dorë dhe t'i hudh këtu ata mbeturinë. Jo se kemi edhe ram, domethënë këtë deponinë më shumë të shfrytëzojnë vetëm punëtorët e ndërmarrjes komunës, ambientin këtë rast. Po nuk e dim qëllimin saktë se kush po I ndez, nuk e dim, ndoshta mund vihet dikush në njëri pa përgjithshëm t'i ndeze ose vetë nga ndonjë qelës ose diçka të shkaktojë zjarr. Edhe problemi më I madh është se këto në rrethin të deponisë ka edhe kultura bujqësore.
Dhe paratë e cika edhe më herët se kemi një autocisternë me Po, ujë të mbushur dhe jemi në gjendje gatishmërie që të bëjmë preventivën, me njëherë të reagojmë dhe të shukim zjarrin. Kjo pjesa këtu do thotë do të përmbyllet për shkurt kohë. Për shkurt kohë. Projekti vetë është i fituar, mjetet janë të siguruara, çështja e kohë është për sa do mbyllet faza përfundimtare. Për pjesën ndërmuese presim projektin e Bashkimit Evropian që të bën bashkëpunim nivel nacional sa i përket deponive, komunave të cilët s'kan ku t'i hedhin. Projekti i Bashkimit Evropian do të pritet zgjidhet atëherë ky problem. Po. Edhe mjetet janë siguruar, domethënë, edhe para atë mega projekt, vetëm është çështje e kohë për sa do të përfundojnë. Kryetar, besoj që ndoshta dikush e ka pa, tu kalu në rrugën e Haraçinës që dërgon tek fshatra të tjerë këtë projekt, shumica ndoshta nuk e kanë ditë se cili do të jetë funksioni i këtij projekti. Është gjithashtu projekt që besoj do t'u lehtëson punën fillimisht institucionit komun, pastaj çështjen e mjedisit sigurt për qytetarët. Do të jetë shumë e rëndësishme që të përmbyllet sa më shpejt ky projekt edhe ndoshta përgjysmon punën edhe të përgjysmon edhe domet të cilat i bëhen kësaj komune. Shpresojmë në një afat rekord sa më të shpejt të përmbyllim në tërësi këtë projekt. Atëherë kryetar, besoj që tash ku do të shkojmë do të jetë pak më interesant për ti. Është pjesa që duhet të më dërgosh te pjesa e stadiumit. Po, patjetër. Edhe stadiumi është në afërsi, domethënë. Mund të shkojmë për shpejt. Do të shkojmë të shohim punimet edhe di se kjo pikë është pak më e dobët për ti. Do të na fliç pak më shumë se si po i siguron mjetet edhe çka po punohet. Patjetër, mund të vazhdoj. Ikem. Për Haraçinën ky nuk është thjesht një projekt infrastrukturar. Është një ëndër e kahershme që merr formë. Futbolli këtu është pjesë e identitetit të kësaj komune, një pasion që përshkruan breza të tërë, nga të rinjt e deri tek të moshuarit, si dhe mërgjimtarët të cilët prej vitesh e kanë ndjekur me emocion ekipin e tyre të zemrës. Me ngjitjen e KFSH Kendisë Haraçinës në ligë të parë, ndërtimi i stadiumit merr një domethënie dhe më të madhe. Kjo pritet të jetë shtëpia e re e futbollit në Haraçinë, një projekt që për shumë banor përfaqëson krenari, përgatigjsi dhe një kapitull të ri për komunën. E kemi sekretarin e parë të klubit Shkëndia e Haraçinës. Si ju bën të ndjeni që sot Shkëndia është pjesë e ligës parë? Pas shumë viteve, marr parasysh tani më që po merr edhe disa hapa të sigurt drejt ndërtimit të shtëpisë vet, themi stadiumit i cili ka munguar kësaj komune, pasi që ndoshta më e lehtë do të ishte realizimi i asaj ëndre, po të kishin kushtet e veta në territor të Haraçinës. Spari përshëndes që keni bërë vizitën këtu në komunën tonë. Është krenari e madhe, do me thonë që Shkëndia ja arriti qëllimit, u ankadru në ligën e parë Maqedonisë. Uroj kryesis, stafit, lojtarëve që kanë bashkëpunu me plot dëshirë, me plot zemër, ja arritëm qëllimit. Është një punë e madhe, nuk është punë e vogël. Unë si sekretari më parshëm, edhe ne kemi tentu para luftës, po rrethonat kanë qenë ndryshe. Tash është pak ma mirë, po edhe skuadrën e kemi të mirë. Kryesia është ka punu ditë e net, kështu që qëllimi u arrit, edhe shpresojmë se në të ardhmen Shkëndia na prezanton edhe në garat evropiane. Sa ua ka bot lehtë do thotë çështja që kryetari ka aktivizuar do thotë punimet për të realizuar stadiumin dhe ndoshta ajo që do të jetë më e lehtë për ata sportistë të cilët mendojnë që në të ardhmen të përfaqësojnë sportin. Po them si banori këtij fshatit, jo që është prezent kryetari, po tash për momentin e kemi kryetarin më të mirë. Ta pysim kryetarin sa ka pas presion, duke e ditë se ka ardhur prej sferës, prej klubit, ka ardhur brenda dhe ndoshta e ndjen brenda vetes një farë presioni se presioni gjithmonë ka qenë prezent, po me punë, me vullnet ja ka arrit qëllimit. Tash fillimisht do të bëhet stadiumi ku do të bëhet stërviqja, po në të ardhmen besoj se edhe stadiumi kryesor do të bëhet që Shkëndia mos jetë më si misafirit i luajnë ndeshjet në Çajër apo në Maxhare apo kudo qoftë, kështu që ta kemi edhe na shtëpinë tonë që e meritojmë. Kryetar, mund na thush pak fjalë se sa ki pas presion prej atyre që bashkë keni ngrit do thotë këtë klub deri në këtë nivel që është sot, apo e ke ndjej prej brenda ato që duhet të mundsojnë kushtet këtyre sportistëve? Presion kena pas edhe kena pas obligim domosdoshëm. Edhe unë edhe para se më bë kryetar komune kam qenë në udhëheqësi të klubit, do me thonë edhe e di nevojën
për një stadium. Duhet patjetër të bëjmë një stadium. Bile unë para 3 viteve, do me thonë, nuk kam qenë kryetar komune, unë pa ta hapur një fushat, duam stadium. Edhe i bëjsha presion atëherë kryetarit atëhershëm, do me thonë që të bëjmë sa më tepër, sa më shpejt të realizojmë projektin e stadiumit. Mirë po tash edhe këto kryesia, do me thonë, se kanë prit, edhe tifos të zjarrt nuk e kanë prit, në Haraçin vetë se kemi filluar një qendër sportive, jo vetëm stadium për zhvillimin e ndeshjeve, po edhe stadium për stërvitje. Në të ardhmen planifikojmë që aty të bëjmë edhe një sallë multifunksionale për sport, duke e ditur që kemi shumë rini në si Haraçin, dhe e dim se për momentin e kemi vetëm klubin futbollistik Shkëndia, po pse jo në të ardhmen të aktivizojmë edhe sporte tjera si basketbol, volejbol e të tjera. Nga Haraçina cilësohen, do thotë, ka pas shumë talente që kanë luajtur ligë parë dhe liga të jashtme evropiane, do thotë, quhet si një farë mini Brazili i Maqedonisë, do thotë, sepse ka shumë talent që dalin nga këtë sport. Po çdo herë ka pas talentri, ka prodhu Haraçina talentri edhe vazhdon të prodhoj. A do të kishe bë kompromis me ndonjë projekt tjetër për ta lënë stadiumin anash? Jo, atë kemi prioritet mbi prioritetet. Shpresoj që Shkëndia të përfaqësoj denjësisht komunën e Haraçinës, marrë parasysh edhe gjithë shqiptarët që jetojnë në territor të Maqedonisë, mirë po edhe më gjerë të mund të tregojnë talentet e tyre në Shkëndijë të Haraçinës. Faleminderit shumë, edhe ne shpresojmë edhe kemi gjasa shumë të mëdha që për shembull këtë vit ndoshta jo, po ne do ta japim maksimumin që të arrijmë kvalifikomin në garë për garat evropiane nëpërmes kampionatit ose nëpërmes kupës së Maqedonisë. Unë shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë, do me thonë ata që kanë dhënë kontribut për klubin Shkëndia nga themelimi i saj nga vitin 1970 dhe e dim atëherë sa më e vështirë ka qenë nga sistemi e atëhershëm që të mbajnë një klub dhe të kenë sukses. Do me thonë kjo është kontributi të gjithëve që ka arrit Shkëndia këtu, edhe ne si Haraçin jemi krenar që kemi Shkëndijën. Bile më herët Shkëndia ka qenë edhe një lloj organizate që i ka bashku njerëzit. Pavarësisht shembull ne e dim se partitë politike, ngjyrat politike e bojnë vetën, i bojnë ato ndarjet, përçarmjet, Shkëndia ka ajo pika e bashkimit që të gjithë qytetarët e Haraçinës i ka bën çdo herë bashkë dhe janë ballafaqur me çdo problem që ju ka ardhur. Kryetar, atëherë ne do të shkojmë të vizitojmë stadiumin dhe ngjarje, le ta shohin edhe qytetarët, mirë po të gjithë ata të cilët një ditë presin që të luajnë në atë stadium. Po patjetër shpresojmë edhe sa më shpejt. Kryetar, këtu po shoh në një farë punimi që është bërë rrafshimi i kësaj pjese, do të thotë këtij territori këtu që po pretendohet bëhet stadium. Po, si që ceka edhe më herët, do me thonë, këtu jemi të vendi ku e kena planifiku të bëjmë qendrën sportive. Këtu do t'i kemi 2 stadiume, këtu ku jemi momentalisht është stadiumi për stërvitje, këtu vetë se kanë filluar punimet dhe shpresoj këtu për 3-4 muaj të jetë në shfrytëzim nga ana e klubit Shkëndia, ky stadiumi për stërvitje. Dhe pak më andej e kemi planin që presim së shpejti projektin e stadiumit për zhvillimin e ndeshjeve. Do me thonë ku e kena bon një projekt gjigant. Pjesa e stadiumit kryesor ku do të luajnë ndeshjet do të jetë këtu. Do të jetë këtu, po. Edhe kemi bon një projekt që i plotson të gjitha standardet e FFM-s dhe UEFA-s. Këtu mund luajë nesër Shkëndia dhe ngara evropiane, thotë me këtë stadium do t'i plotësoj edhe ato kushte besoj. Po, pas inkuadrimit në ligën e parë, pas 50 viteve pas kësaj arritje historike, tash synimi jon i radhës është të morim pjesë edhe në garat evropiane, pse jo. Ky stadium po bëhet me financim të komunës, me bashkëfinancim, çfarë mjete po keni siguru këtu? Po, ky stadiumi i stërvitjes, do me thonë, do bëhet me mjete të komunës, kurse stadiumi kryesor për zhvillimin e ndeshjeve do bëhet, kena siguruar diçka mjete nga Ministria e Sportit, një pjesë nga FFM-ja, edhe një pjesë të vogël me kofinancim nga ana e komunës. Që bie kryetar që po kuptoj unë, kjo pjesë e stërvitjeve, lojtarët e Shkëndijës Haraçinës, periudhë shkurt kanë marrë mu stërvit këto. Po patjetër, siç presim na, do me thonë për 3 muaj deri në 4 muaj lirisht mund të fillojnë të stërviten këto lojtarët e Shkëndijës. Ndërkohë, projekti kryesor?
Projektin kryesor është çështje kohësh, domethënë çështje procedurave, projektin vetëm se e kena finalizuar, por është një mega projekt, e kena ndarë në 2 faza. Fazën e parë do të kushton dikon 34 milionë gjys, që i bjen dikon 550.000 euro, që do jetë fusha me të gjithë standardet evropiane që i kërkon. Do të ketë edhe tribuna. Po, vetëm tribuna me zgjedhore është faza e dytë. Faza e parë është vetëm fusha e sportit me të gjitha standardet evropiane që i plotson. Edhe dimensionet, domethënë, janë me të gjithë standardet evropiane dikon 68 me 105 do jenë dimensionet. Dimensionet e stadiumit. Po, stadiumi për stërvitje do jetë me dimensione 95 me 60 metra. Kjo pak që edhe niveli i vendit ku është përzgjedh duket pak si strategjik, e ka një nivel pak më të lartë, thotë, e ka një pamje shumë të bukur kur do të vje përfundimi i stadiumit. Po, edhe pamjen e ka shumë mirë, edhe është afër kompleksit, afër varrezave të dëshmorëve. Këtu në afërsi është edhe stacioni për selektimin e mbeturinave, edhe parku i Haraçinës që se më herët. A do të kenë ndonjë farë kompleksi tjetër këtu përpos stadiumit kryetar, të ketë diçka që do të shitet për Haraçinën, ndoshta ndonjë kompleks pak më që do të zhvillojë edhe pjesën e afarizmit. Po do të kemë kësaj hapësire këtu që gjendet afër stadiumit. Po tash fazën e parë domethënë fushën e projektimin e kemi gati, kurse në fazën e dytë projektin që jemi të bën gati në pjesën e tribunave ku jemi të ndërtu, poshtë do kena planifikuar që të kemi lokal, restorant, diçka tjetër, pjesë afariste që mund t'i japim dikujt me qira që të ketë ardhura edhe klubin në të ardhmen. Po, që mos ketë probleme financiare. Po. Se është pak e lashme është Maqedonit mbijetojsh në aspekt financiar kur flasim për sport. E dim që shumë ekipe nuk i kanë kushtet financiare. Marr parasysh edhe Shkëndina e Haraçinës që është përballë me mungesë stadiumit, do të paguajë edhe ndeshje ku do të luaj. Edhe ndeshje ku do të luaj, ku i kemi zhvilluar ndeshjet e kemi paguar, edhe stadiumet për stërvitje i kemi paguar. Dhe e dim se sidomos tash ligën e parë duhen më tej për mjete. Mirë, po siç e sekëm edhe më herët, Haraçinasit e kanë dashur me zemër Shkëndin gjithmonë. Kemi afaris që ndihmojnë në komunën e Haraçinës, komuna ndihmon, kemi mërgjimtar, domethënë që ndihmojnë. E ka diasporën e madhe Haraçina kryetar. Po, e ka diasporën edhe kanë vullnet për me ndihmu për Shkëndijën. Ka qenë çdo herë një nga pikat më të forta të Haraçinës, Mërgata. Kanë ndihmu pothuajse në çdo projekt. Në çdo projekt, mu lirisht them se Haraçina Mërgatën e ka infuzion. Për momentin tash jemi në stinën e verës, kemi mërgjimtar një numër të madh këtu, ku ne si komunë kemi hapur dyert për ato janë të mirë se ardhur herdo kurdo që vinë çdo çështje që të diskutojmë, të japin ide, e janë të gatshëm të ndihmojnë për çfarë do projekti për Haraçinë. Kryetar, na informatat i marrëm, edhe qëllimi ishte dalim në teren, ti shohim krejt premtimet që i ki bërë, çka është të punu deri tash, edhe pse është periudha e shkurtër, do të thotë akoma një vit nuk është bërë nga përzgjedhja e juaj në detyrë të kryetarit komunës dhe në funksion qytetarëve, po shohim që punimet kanë filluar të bëhen. Gjithë ata që edhe në medium teknik kur keni qenë gjatë fushatës zgjedhore kanë qenë këto ndër premtimet e juaja, po shohim edhe po presim që një ditë me ftesë visart na thirrë edhe ta shikojmë nga afër një ndeshje të Shkëndisë Haraçinës kur do të jetë gati. Patjetër, me gjithë dëshirë, domethënë kur isha në emision te ju, domethënë në fushat zgjedhore, e pa ta premtu prej atëherë që domethënë zyrja ime preferoj që të jetë më tej për terreni, mos të mbyllemi në zyre. Edhe këtë domethënë që nga dita e parë kemi praktikuar. Në zyre shkojmë vetëm domethënë oficialisht zyrtarisht, ato patjetër dokumentacionin që kemi me nënshkruajt, më shumë rrim në terren. Dhe siç po shihni edhe ju vetë se kanë filluar stadiumi, parku, së shpejti sheshin e Haraçinë do të fillon, e kemi fituar si projekt sheshin nga Byroja për zhvillim rajonal, kemi shumë rrugë që janë të rikonstruuar për momentin, nuk guxojmë të ndalemi domethënë me këtë tempo, me këtë vrull do të çojmë deri në fund. Ndonjëherë është pak i rrit pritshmërit mandej te banor, që kur punon shumë pak mund dal, menjëherë bjen sy që çka u bë me kryetarin. Po besoj që një ditë do të vina do të shikojmë ndeshje të bukura këto. Shpresojmë. Kryetar, faleminderit. Ne do të vizitojmë edhe ndonjë lokacion tjetër, ku të shohim ato që janë realizuar deri tash dhe çka po punohet, do të thotë për realizimin e atyre projekteve. Mirë, po sinqerisht pjesa e stadiumit është një pjesë për t'u admiruar sa i përket iniciativës juaj si komunë bashkë me gjithë ata të cilët ndihmojnë këtë projekt.
edhe qytetarët që kanë mirëprit projektin e parë, këtë edhe stadiumit e kanë mirëprit, ashtu edhe nuk kanë besuar se ishte premtimi kahmotshëm. Do fillon stadiumi, edhe ato e panë që për një me filloi stadiumi, se u kriju një monotoni te qytetarë, do me premtimet njëjta, do e bojmë, kemi në plan, kemi në projekt. Njerëzit nuk dojnë vetëm premtime, dojnë punë konkrete, realizim projekteve të shohin bagerat të punu, të shohin kompani të punu, si që janë tipa për momentin. Edhe ato po bindin edhe për shohin që për një me po punohu diçka, edhe muj ka dikush me punu edhe këtu. Ne do të vim edhe në fund mandatit, kryetar, për t'i pa krejt punë. Patjetër jeni të mirëseardhur gjithmonë. Atëherë shkojmë te një lokacion tjetër, kryetar, ku do të shohim se çka po punohet për problemet më të theksuara. Ato që janë uji dhe gjërat e ujësjellësit, e dim që kjo komunë përballet me mungesë të ujit. Okej, mund të vazhdojmë. Kryetar, pika e ujësjellësit është pika thelpsore e qytetarëve që kanë nevojë më shumëti. Këtu është njëri nga bazentet, ku mblidhet uji dhe pastaj vendosen sistemin e ujësjellësit për të shpërndarë nëpër shtëpitë. Sa furnizon ky bazen? Po, projekti i ujësjellësit, domethënë problematika e ujësjellësit për Haraçin është edhe ne kemi prioritet mbi prioritetet. Kjo është njëri ndër rezervorat që kemi në Haraçin, domethënë këtë pikën më të lartë janë 2 rezervora në Haraçin, që furnizon me ujë, kemi 2 puse në komunën e Lindenit, në afërsi të hotelit Belvet, dhe prej atje me pompim mbushin këto rezervar dhe ta na shpërndahet në rrjetin e ujësjellësit në Haraçin. Mirë po ka mungesë, domethënë nuk mundet me furnizu të gjithë Haraçinën me këtë ujë. Ne edhe më herët e potencova se kemi siguru 3 burime të ujit në fshatin Mujans këto në afërsi, kemi pas inxhinier tujrave, domethënë dhe i kemi caktuar 3 lokacione ku do bëjmë shpimin e 3 puseve dhe besojmë që do të furnizohen dhe do të ketë ujë të mjaftueshëm për të gjithë qytetarët e Haraçinës. Kjo i bie qëllimi që atje është gjend uji, do të thotë. Atje keni gjetë ujë, do të thotë që është i pasur vendi me ujë, mirë po duhet vje prapë te ky bazenti këto? Prapë te ky bazenti, mirë po është një e mirë që edhe shpenzimet do të jenë shumë më të vogla, domethënë. Do të jetë me ramje të lirë. Me ramje të lirë do të bjerë uji, nuk ka nevojë domethënë për pompim. Sikur prej te pusët, prej te në afërsi të hotel Belli, domethënë i ka 4-5 kilometra. Sa shpenzohet energji elektrike kryetar për ta sjell vetëm ujin këto? Prej 5.000 deri 10.000 euro çdo muaj. A domethënë ato shpenzime nëse gjejmë ujin në fshatin Mujanca është pika më e lartë në nivel të komunës, atëherë do të kemi me ramje të lirë dhe shpenzimet do jenë zero. Çka thojnë ata projektantë të këtij projekti, a mund të ketë ujë të mjaftueshëm për ta furnizuar gjithë komunën apo do të shfrytëzohen edhe burime tjera të ujit? Po sipas analizave aty ne domethënë shpresojmë pritshmëritë janë të mëdha që do ketë ujë të mjaftueshëm. Po fjalën përfundimtare do ta themi pasi ta realizojmë atë projekt, pasi ti shpojmë pusët, atëherë do shohim sakse a ka ujë të mjaftueshëm për gjithë Haraçinën ajo. A janë kryetar me ormac gjitha ambistrit në këtë vend? Jo. Po për atë edhe nuk mund të menaxhohet mirë sistemi i ujësjellësit në Haraçin se nuk ka ujmac. Domethënë edhe faturat shkojnë paushall 400 diçka denar dhe dikush e shfrytëzon edhe për ujitje, dikush nuk ka edhe me pi. Edhe atë kemi në fokus, domethënë edhe kemi në plan dhe do të bëjmë disa pilot projekte, domethënë do shkojmë lagjet duke i ndruar ujmac se edhe besojmë që kur të përfundohet ai si projekt, domethënë gjithë Haraçina, të gjitha ambistrit, të gjithë shtëpitë të ketë besojmë që do menaxhohet shumë më mirë uji. Edhe secili do paguan aq ujë sa harxhon. Aq ujë sa harxhon, pasi që nuk është etike që ta shfrytëzosh ujin për pije apo për pastrim, për ambistri, të bësh ndoshta furnizim me ujë të tokave bujqësore, ata duhet të kenë një alternativë tjetër që duhet mendohet se si do të sigurohet pjesa dhe atyre uji për zhvillimin e produkteve bujqësore. Po e kemi menduar, edhe atë kemi në projekt, domethënë kemi një stacion për
filtrim që nëse sigurojmë jetët në të ardhmen, ta bëjmë ku e kemi këtë kolektorin kryesor të ujrave zeza. Do bëjmë një stacion filtrus dhe aty do filtrohet uji deri me 90%, nuk do jetë ujë për pije, por ujë për ujitje mund të shfrytëzohet. Dhe duke ditur fushën e Haraçinës, besojmë që kur të realizohet ai projekt, atëherë mund të sigurojmë ujë edhe për ujitje. Mirë, po këtë ujë ne është e parapamen nga ekspert që vetëm për anvisri, ujë teknik për pastërti për shtëpi. Kryetar, a ka inspektime deri tani? A realizojnë apo thjesht kjo çështje po lën disi që të ketë mirë kuptim ndaj institucionit komun bashkë me qytetarët në aspektin e keqpërdorimit të ujit? A realizojnë inspektime apo evidentohen ata të cilët po e keqpërdorin këtë pjesë? Ka disa inspektime, ka disa parregullsi, domethënë këto problematika ka pasur edhe më herët, mirë, po që ta shtim në sistem sikur duhet, patjetër duhet të kenë ujmatës se cila shtëpi. Edhe atëherë edhe banorët është më arsyeshme do paguajnë sa kanë harxuar ujë. Pjesa e shpimit të tokës në fshatin Mojanc, kur do të ndodh? Pasi që do të bëhet prapë për fjalë, prapë do të vim fund për ta pa. Jena duke përpiluar projektin, domethënë se duhet të marrim pëlqim nga shumë institucione të shtetit, edhe kur ta përfundojmë projektin, besoj se nuk kushton shumë shpimi i 3 puseve, mirë, po çështja procedurale patjetër duhet të shkojë deri në. Po pastaj duhet shifet uji për çka mund të përdoret, a mund të jetë për pije, a do të jetë vetëm për pastrim. Pasi ti bajnë institucionet përkatëse analizat e ujit, tana do e shohim edhe do ju rekomandojmë qytetarëve se a është për pije, a është vetëm ujë teknik. Më herët kryetar është pas përmend edhe një opcion që të mirret nga komuna e Likovës. Uji. A ka mbritur diku ndonjë fazë ai projekt? Çka ka ndodhur pasi që është premtuar që do të furnizohet Haraçina me ujë nga liçeni Glazhnjës? Me sa kemi informacion, do me thonë, sistemi ujësjellësit deri në fshatin Nikushtak është realizuar. Dhe edhe nga kryetari aktual i komunës së Likovës, zotri Erkan Arifi, ka qenë premtim që edhe për komunën e Haraçinës do na japi ujë, sidomos për fshatrat Orllancë dhe Grushin. Mirë, po me sa kemi informacion, ende do me thonë nuk e kanë lishuar ujin në përdorim në fshatin Nikushtak. A mund bëhet lidhja e komunës Haraçinës? Mund të bëhet. Sidomos për fshatin Orllancë dhe Nikushtak mund të bëhet se janë bashkë në afërsitë të fshatit Nikushtak. Po kufizohen me atë komunë, mirë, po për ta sjell brenda në Haraçinë do të jetë pak më problematika. Shpresoj vetëm do të mbetet këta dy puset këto. Do folim me eksperta asaj fushë se sa mund të realizohet ai projekt. Dhe a mund do të vijë ai ujë me romje të lirë ose do të duhet patjetër me pompim të vijë ujë deri në komunën e Haraçinës. Kryetar, këto janë projekte që besoj po t'i realizosh do t'jenë mirënjohës gjithë banorët e komunës Haraçinë. Në shekullin 21 kemi akoma mungesë të ujit pishëm, është disi e pa logjikshme, e pa kuptueshme. Andaj ndoshta ato që e thatë edhe ju më herët që s'ju kam besuar që do të bësh parke stadium gjatë mandatit juaj me përpunimet e vërtetuara ato, e lërë më të mendojmë për ujit pishëm. Ai bie kjo që ka sinjale pozitive që Haraçinat mos përballet më me këto probleme natyrës elementare. Ka sinjale pozitive, ne jemi të gatshëm, nuk na mungon vullneti, nuk na mungon energjia për punë, do japim maksimumin e mundshëm. Sidomos për këto çështje bazike, për ujësjellës, për kanalizim, besoj që deri në fund mandatit mos të flitet më për ujësjellës e për kanalizim, por të flasim për ide inovative, të bëjmë një projekt për sistem, vetë se kemi filluar të bëjmë projekte për sistem për fotovoltaik, për sistem të bëjmë ndonjë zonë ekonomike që edhe komuna Haraçinës të ketë ardhur atë mushë të arka buxheti i komunës edhe në të ardhmen. Mos të bëjmë projekte vetëm shembull, që do të ketë shpenzime rrjedhë non stop, po të bëjmë projekte edhe që të mushët arka e komunës. Kryetar, vazhdojmë në rrugën të kthejmë mbrapsht aty ku të marrëm në komunë, edhe gjatë rrugës besoj do të na informosh pak edhe çka bëhet në aspektin ekonomik, këto që po e cekni tani, sa investime, zonat e lira ekonomike të Haraçinës, sa mund të krijohen dhe si do të krijohen në vazhdim. Patjetër. Jemi në pjesën e fshatit Orllancë, që është territori i komunës Haraçinës, një fshat me numër konsiderueshëm të banorëve e që kanë nevoja elementare. Flasim për rrugë, për ndriçim, flasim për lumin, e shohim që po zhvillohen punime, mirë po kur ky impakti i punimeve do ta ndjejnë qytetarët. Më shkurt themi
kur do të bëhen këto projekte të cilët po shohim duke u punuar? Po, këtu jemi pikërisht ku po bëhet vetë se kanë filluar, domethënë të realizohet projekti i rregullimit shtratit të lumit në fshatin Erllancë, që kjo ka gjatësi dikon 933 metra, me vlerë kostoja e këtij projekti kushton dikon afërsisht 30 milion denar ose 500.000 euro. Është një projekt kapital, ka qenë një problematik që i ka tangu qytetarët e fshatit Erllancë. Mirë po ne në fokus edhe gjatë fushatës zgjedhore kemi pasur se nuk do të punojmë vetëm për Haraçin, por do të punojmë edhe për fshatrat përreth. Në fshatin Erllancë nuk është duke u rregulluar vetëm shtrati i lumit, njëkohësisht është duke u punuar se shpejti do të asfaltohen edhe rruga 1 në fshatin Erllancë dhe rruga 2. Punimet për ndriçimin publik vetë se ka filluar dhe në një të ardhme të shpejtë edhe ndriçim publik do të kenë të gjitha rrugicat e fshatit Erllancë. Mirë po jo vetëm në fshatin Erllancë, edhe në fshatin Ngrushim për momentin janë të punuar duke u bërë rregullimi i lumit të fshatit edhe në fshatin Ngrushim dhe paralelisht është duke u rekonstruar edhe rruga kryesore, rruga 2 në fshatin Ngrushim. Kryetar, a është pjesë e rrezikshme kjo pjesë e këtij kanalit marr parasysh se është një farë zone që mund të përmbytet nga vërshimet, e kemi pa shpesh herë do thotë në këtë territor që kur vijnë vërshimet është pak problematike, a është zgjidhja kjo kryetar? Po, për atë edhe është një projekt kapital si që potencova, është një projekt që ka kostën 500.000 euro edhe kemi dhënë prioritet këtij projekti se e dim që gjatë vërshimeve është një rrezik i madh për fshatin Erllancë. Këto bashkë me rrugët do të jenë projekte të cilët kanë filluar, pasi që po shifet do të thotë duke punuar në terren. Çka tjetër i mungon këtij fshati kryetar? Është fshat që ka performanca të zhvillimit bujqësor? Po, bujqësia është e zhvilluar, ne si komunë do ju japim mbështetje në bashkëpunim edhe me pushtetin ekzekutiv, mirë po ka çështje edhe rrugica tjera në përfshat ku nuk janë asfaltuar, ne vetë se i kemi në fokus, jemi duke bë projekte dhe besojmë deri në fund të mandatit të gjithë rrugicat edhe në fshatrat si Erllancë, Grushina, Mojonca, të gjitha do t'i asfaltojmë, të gjitha do t'i rregullojmë. Këtu përpos kanalit, lumit i cili do të bëhet dhe rrugët, e përmendëm ndriçimin publik, e përmendëm mundësitë të cilit do t'u jepen bujqëve të kësaj zone. Flasim pak për atë se çka këta banor kanë pas nevojë gjatë periudhës kur keni pas takimet me qytetarët, do thotë çka ka qenë thelbësorja e kësaj zone të komunës Haraçinës. Thelbësorja pikërisht ka qenë këta projekte, këta projekte, rregullimi i lumit, asfaltimi i rrugëve, ndriçim publik, gjëra bazike mund të thoja. Edhe të kenë ujësjellësi të jetë në funksion rregullisht. Kjo që i bie kur do të zgjidhet çështja e ujësjellësit do zgjidhet edhe për këtë pjesë, pasi që po vetë se kanë ujë fshati Erllancë, edhe pse pa disa defekte, reaguam menjëherë, i sanuam defekte dhe për momentin kanë ujë edhe fshati Erllancë. Kjo pjesë do të jetë vetëm për pjesë të vërshimeve, do thotë kryetara? Po, vetëm për pjesë të vërshimeve dhe projekti është me gur do bëhen, domethënë në 2 anët edhe pjesën e poshtme në 3 anët do ketë guri. Që i bie të mbledh ujin e vërshimeve, të mbledh diçka tjetër, çka do të kalojë nëpër këtë kanal? Po, ujë. Vetëm ujë do thotë, do të jetë pjesë për ujrat atmosferik. Ujrat atmosferik. Do të jetë i mbyllur apo do të jetë? Jo, do jetë i hapur. Do të jetë i hapur. Shkaku vërshimeve që mos të ketë ndaj rrezik, diçka që mund në të ardhmen edhe ne me bagera si komunë të intervenojmë, mos të ketë diçka të zgjidhur ose ndaj tjetër. Që i bie mos të ketë përmbytje apo të minimalizohen do thotë rreziqet nga përmbytja në këtë zonë. Po, kena mundësi që të veprojmë, të reagojmë edhe ne sa më shpejt si komunë. Se kur është i mbyllur, atëherë është më problem. Është më rrezik. Është më rrezik, nëse zgjidhet ose diçka tjetër. Pjesa e kanalizimit fekal? A ka kjo pjesë? Ka edhe disa shumica e lagjeve, domethënë me vetë financim kishin marrë disa iniciativa kanalizime fekale, e kemi që pas këtyre projekteve në fokus e kemi edhe kanalizimin fekal edhe në fshatin Erllancë. Projektin vetëm se e kemi të gatshëm. Kryetar, besoj që shumica e punimeve u pa në terren edhe shifet punë të cilët po punohet edhe besoj sinqerisht që të realizojnë punimet deri në fund, mos ketë pengesa në qoftë në aspektin financiar, por edhe shpresoj që të ketë fonde sa më shumë për të mundësuar qytetarëve të paktën kushtet elementare të kësaj zone. Do të shkojmë te problemi kryesor, kryetar.
do të ecim dikun ku po punohet për çështjen e ujësjellsit. Patjetër. Mund të vazhdojmë një herë të shkojmë edhe atje. Dhe shpresojmë se nuk do kemi problem për realizimin e këtyre projekteve, se këto projekte që i cekëm, domethënë rregullimin e lumit fshatit, asfaltimin e rrugëve janë projekte qeveritare. Domethënë kemi mbështetjen e plotë qeverisë, besoj se në një afat shumë të shkurtër, sidomos asfaltimet do krihen dikun mund të them rrina 2 muaj, kurse ka afat kohor që rregullimi i lumit fshatit sa është gati 1 kilometër, 933 metra më sakt, afati i këtij realizimit projektit do të shkon deri më një vjet. Problemet e asfaltit kur përmendin shumica kryetarët cekin trashësinë e asfaltit, sa do të jetë me standard mirë, pasi që si zonë që është pak më malore, të themi, besoj që mund të ketë dëmtim të asfaltin nëse nuk bëhet i mirë. Ne do të shkojmë domethënë sipas projektuesit që ka bën planin, ai ka parapo të gjitha rreziqet dhe ka parapo standardet se sa do jetë. Dhe sa do të jetë në projekt, aq do jetë asfalti edhe në terren. Vizitat në terren përmbyllen këtu, por temat nuk mbarojnë. Gjatë rrugës së kthimit bisedën e vazhdojmë për arsimin, shëndetësinë, zhvillimin ekonomik dhe fusha që ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetës qytetarëve të Haraçinës. Pozicion e kryetarit të komunës e ka bërë si privilegj, e ka bërë si përgjithësi për të si e madhe, por e rënë ata amanet. Aty e thjesht të pavizet i pavor nuk është e drejtë, është përgjithësi e madhe. Dhe që vizitua këto projekte ja do realizuar. Të dhe në projektet, po ne si komunë, si shoqëri, kryetari jemi të përgjithë në atë drejtim që Haraçinës për e ka njoftë pa herët si pikë errët në shtep, ne jemi të punu edhe të zhvillojmë Haraçinën, edhe të heqim atë pikën e errët në shtep, të unifikojmë njerëzit, të bashkojmë njerëzit, mirëmi edhe me aktivitete ndryshme. Së fundmi do të thonë kena hapur edhe një shoqat vullnetare për zjarr fiksit e Haraçinës. Për hall me zjarr, kemi themeluar edhe këshillin rinor lokal këtu në Haraçi, ju japim mundësi edhe të rinjve të më thonë që edhe ato të jenë pjesë e vendimores në Haraçi, çka ka respektet, çka ju do të dha atyre. Të tritë është gjithkohë, besoj, mendimi im është kjo që duhet jem prioritet, pasi gjë do të bijë gjenerata e cilat do t'ju zëvendësoj ju dhe çdo post që do të merre, atë pozim për ta udhëheq. Kryetar, në aspektet e shëndetësisë dhe në aspektin e arsimit, përmendëm zhvillimin e shkollave, në aspektin shëndetësor, a ka iniciativa për të mundsuar gjendra më shumë qendra shëndetësore për banorët e zonës, pasi që e tim që nuk ka shërbim 24 orë dhe ambulantë, cilat mund kryejnë gjitha intervenim. Po, kemi kërkimi në që dhe në Haraçi tjetë shërbimin 24/7, i po e di problematikat nivel shtetit, duke dikur që dhe në qytetin e Shkumbit mungon kuadra klientëve për momentin në vruan të realizuar projekt që të kemi shërbim 24/7. Mirë po ati ku e kemi ambulantën në Haraçi, atë vetë se kemi renovuar tërësi, dhe me thënë kemi lypit disa projekte, disa donacione, ambulante kërcon të gjitha kunshat, mirë po në të ardhmen vetë se kena bo kërkesë, edhe në Haraçi të kemi një ginekolog, duke ditur që para vitit 2000 në Haraçi ka pasur ginekolog, tash vitit 2026 nuk ka ginekolog. Kemi kërkuar që të kemi edhe pediatri, të kemi edhe laboratori, edhe në Haraçi, po pse jo në të ardhmen të kemi edhe një poliklinik në Haraçi. Është gjë që besoj aspekti shëndetësor, arsimi dhe projekti infrastrukturore duhet të vise paralel gjatë investimit, dhe ato mund këto janë pjesë në zonave ekonomike, kryetar që besoj të duhet ta mendonit edhe ka parishteni ndonjë plan se si do gjenerohen më shumë ardhura për komunë, pasi që e dim që hyrat komunë janë shumë pak. Po, e kemi një plan, do me thonë edhe jemi duke urbanizuar parcela këtu në hyrje të Haraçinës, jemi duke urbanizuar një parcel për zonë ekonomike edhe në dorje të Haraçinës për zonë ekonomike. Arrisë kena për raport në zonë ekonomike për kompanitë velos. Mirë po këto pse jo edhe për kompanitë e huaja që do thithim edhe investime të huaja duke ditur se kufizohemi me komunën e Lindenit, ato sa janë të avancuar me këtë drejtim. Dhe kemi në fokus edhe zhvillimin ekonomik lokal që dhe komuna Haraçinës të ketë të hyra në vazhdimsi. Para të thashë edhe më herët, kemi edhe inovative, se më kriju më në planive të përkushit bazike të flitet, po të flasim të bëjmë edhe zona ekonomike në Haraçinë,
duke ditur se kemi edhe shumë tokë shtetërore dhe Haraçin, pse jo jemi duke të bën një projekt edhe për sistem fotovoltaik. Shfrytëzimin e energjisë kombëtare, ka thon kushtet, a duhet të intervenohet shumë në aspektin infrastrukturor për të bërë çfarë për shtatshme, sidomos kërkesën e për me kujton në kodra e mujotës, është shumë e përshtatshme që aty të realizohet projekti fotovoltaik. Ka interesim? Shkon kjo nëpërmjet projekteve qeveritare apo ka interesim edhe nga afaristë që duhen të investojnë, ne vetëm pse projektin e vojmë gati që thjesht do me thonë një ndihmor nga mënyra të dokumentacionit që ta kenë më lehtë t'ja palë më të lehtë që të investojnë, që sigurojnë kushte, sa ato duke ditur sa do panelet do të jenë edhe të siguruara. Po sigurisht, ajo do të jetë investim strategjik. Tani më ardhmja është drejt investimit në energji elektrike dhe kurimeve të rinnovshme. Investim strategjik edhe investim afatgjatë. Ne si komunë, që thash parë që kemi bërë aktivitete të ndryshme, do me thonë ditën e prejkte, pas namazit çugon, se kemi si të hapur, kemi takimi drejt për drejt të qytetarë, që dëgjojmë qytetarëve hallet, problemet, cilat problemi i tagojmë, cilat problemet që japin përparësi, prioritet. Kur e përmendja parë të ketë sheshin e dëshmorëve, pse është një tjetër të Haraçinës, është pak diskutative, dhe i thirrëm edhe qytetarët në debat të hapur, pa të panel diskutimi, mund të them e para herë që ndodhe në komunën e Haraçinës, të thirrëm qytetarë, të mirë me ndihmën e qytetarëve, dhe së bashku me qytetarët të vendosim se cili projekt është më i përshtatshëm, si të realizohet ai projekt në mënyrën më të mirë të mundshme, që dhe qytetarët ta pranojnë më së miri. Kryetar, kjo zgjatja, disa vende, disa lokacione i vizitohen. Besoj që jetë gjitha, por pjesën ndërmuese të atyve investimeve kapitale e bëm, i pam punimin të rreth, është vetëm se jemi në hapësirën e institucionit komun e Haraçinës. Unë ashtu sigur kur ndodhi fushata zgjedhore, e kemi përgjegjësi që t'ju mbajmë për llogari gjithë partësit e institucioneve publike, dhe shpresoj që kur takohemi sërish këtë projekte të përfunduara, këtë projekte që sinqerisht impakti i tyre do të jetë në ndryshimin e standardit të jetës qytetarëve të komunës Haraçinës, edhe po shpresoj që punët e përgjithësi publike të jenë në shërbim të qytetarëve. Faleminderit shumë edhe nga ana juve që keni ndakur dhe na keni vizituar në komunën e Haraçinës, dhe nuk është problem që na mbani për fjalë i patë se sa punë kanë filluar në Haraçinë. Shpresoj se herën e ardhshme kur të vini, ato punë që kanë filluar të jenë të përfunduara, po të ketë edhe shumë projekte tjera që kanë filluar të realizohen në Haraçinë. Ne jemi të hapur, jemi të gatshëm, jemi transparent, derën çelë e keni kur doni urdhërin në komunën e Haraçinës. Sinqerisht e vlerësoj këtë gjë pasi që nuk u mendu dy herë kur e pranoj ftesën duke ditë se sa është e rrezikshme vizitojmë punimet kur jenë në një afat shumë të shkurt të mandatit, do të thonë puna di vjet si gjë. Është shumë e vështirë dikush merr përgjegjësi të tregon se çfarë po realizon. Mirë po nga ajo që po, besoj që ti ta përfundohet deri po. Shpresojmë edhe ne. Faleminderit edhe ne nga lart. Faleminderit shumë. Faleminderit.